Horoskopi ditor e hënë 3 nëntor 2025. Dashi, ka shumë mundësi që qielli i dashurisë të jetë i mbushur me re gjatë kësaj dite. Asgjë nuk do shkojë si e kishit menduar dhe debatet do jenë të pafundme. Beqarët ka shumë gjasa të flirtojnë me dikë dhe të fillojnë edhe aventura kalimtare. Financat do jenë problematike. Do ju duhet shumë kujdes dhe përqendrim në mënyrë që ta stabilizoni shpejt situatën. Demi, jeta në çift do jetë më e qetë sot, do i kaloni të gjitha vështirësitë një nga një dhe do ndjeni më mirë se më parë. Beqarët do marrin ftesa të shumta nga miq të ngushtë dhe do argëtohen me ta. Nuk do kenë as kohë të mendojnë për dashurinë. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë. Shpenzoni me maturi që të mos gjendeni në vështirësi. Binjakët, do keni më shumë se kur nevojë sot për ngrohtësinë e partnerit dhe ai me shumë gjas do plotësojë dëshirat. Priten momente shumë të këndshme. Beqarët nuk do e vuajnë më vetmin sepse një person do bëhet shumë shpejt pjesë e jetës së tyre. Në planin financiar do të treguar kujdes edhe nëse situata është e qëndrueshme. Investimet lëreni për më vonë. Gaforja, përmirësime të mëdha do ketë sot në jetën tuaj në çift. Do i shihni gjërat me shumë qartësi dhe do merrni edhe vendime të rëndësishme. Beqarët do kenë dashuri platonike dhe fatkeqësisht asgjë konkrete. Financat duhet i menaxhoni me maturi, kërkoni ndihmën e familjarëve nëse vetë nuk arrini dot ta stabilizoni situatën. Ata do ju gjenden pranë. Luani, çdo gjë do jetë perfekte sot në jetën tuaj në çift. Do merrni vesh më së miri me partnerin dhe do bëni plane për të ardhmen. Beqarët do e gjejnë në fund shpirtin e tyre binjak dhe do fillojnë një etapë të re. Shumë gjëra do jenë ndryshe në jetën e tyre. Në planin financiar do ketë goxha vështirësi. Nuk do arrini dot ta mbani të stabilizuar gjendjen. Vëgjëresha, partneri juaj do jetë i mbushur me punë gjatë kësaj dite dhe nuk do ju përkushtohet aq sa duhet. Tregoni të kuptueshëm nëse nuk doni të keni probleme. Beqarët do ndihen mirë ashtu si janë dhe nuk do kërkojnë me ngulm një person që ta kenë në krah. Situata financiare do jetë shumë më mirë se kohët e fundit. Do kryeni edhe transaksione. Peshorja, ditë shumë e zakonshme dhe pa ndonjë të veçantë, kjo është sotmja për ata që janë në një lidhje. Merrini gjërat si t'u vinë pa u shqetësuar për të ardhmen. Beqarët do fiksohen pas gjendjes financiare të disa personave dhe do kërkojnë t'i bëjnë për vete. Do jeni më të organizuar dhe do merrni disa vendime të rëndësishme në planin financiar. Akrepi, qielli i dashurisë do jetë i kontrakstuar gjatë kësaj dite. Nuk do merreni vesh si duhet me atë që keni në krah dhe situata do jetë shpeshherë delikate. Kujdes, beqarët nuk do durojnë dot më vetmin dhe do bëjnë çdo lloj sakrifice vetëm për ta ndryshuar situatën. Në planin financiar, tregoni të matur në mënyrë që të shmangni problemet serioze. Shigjetari, do keni debate të forta sot me atë që keni në krah dhe atmosfera ka gjasa të nxehet më shumë se sa mendonit. Mos u tregoni kokfort dhe pranoni që her pas here të bashkëpunoni. Beqarët do i kushtojnë më tepër rëndësi vetes dhe nuk do kenë mendjen tek dashuria. Në planin financiar do keni probleme, por rrezikuat me shpenzimet. Britjapi, në përgjithësi jeta juaj në çift do jetë mjaft e qëndrueshme. Asnjë dhe askush nuk do mund të ndërhyjë dhe t'u aprish çastet harmonike. Beqarët ka mundësi të gjejnë një person të veçantë me të cilin do bien në dashuri menjëherë. Në punë do keni paksa të vështirë, por deri në mbrëmje do arrini të zgjidhni të gjitha problemet. Do jeni të qetë. Ujori,
Do keni shumë angazhime familjare sot dhe nuk do keni kohën e përshtatshme për t'ia kushtuar atij që keni në krah. Dhe çastet intime do mungojnë. Për beqarët ka shumë mundësi që një miqësi e vjetër të shndërrohet në diçka më tepër. Në planin financiar do ketë ndryshime pozitive falë ndihmës së familjarëve. Përfitoni për të shlyer edhe borxhet. Peshqit. Sot do futeni në një fazë mjaft delikate në jetën tuaj në çift. Do diskutoni për tema të nxehta dhe mund të keni edhe ndonjë mosmarrveshje. Beqarët do kenë një ditë të qetë. Nuk do mungojnë takimet me persona të rinj, por nuk do ketë as ndonjë fillim lidhjeje. Të ardhurat do i përmirësoni vetëm nëse tregoni të kujdesshëm me shpenzimet.